Përshëndetje miq të Antena TV-s, rikthehemi sërish me një kam të ftuar special një mikun tim të vjetër dhe gazetar i plotësuar dhe i talentuar, zotin Ardit Rada. Arditin përveç se miqësisë na lidh shumë edhe këto bisedat që bëjmë her pas here me aktualitetin politik, ku marr një mendim për ngjarjet, jo vetëm për ngjarjet e ditës, por një mendim të specializuar, jo për t'i bërë qefin, por realisht sepse e njeh politikën e brendshme ndoshta edhe më mirë se sa unë. Sot Arditin do e nxjerr pak nga konteksti i asaj që unë mendoj që duhet diskutuar, po do flasim për një ngjarje nga më të rëndësishme që janë diskutuar për momentin, që është dalja për si thua ka nuk e di si mund ta quaj, një dokumenti ku zonja gjyqtarja Irena Gjoka, gjyqtarja e GKK-s zonja Gjoka, ka rezulton e dënuar në mungesë, do ta theksojmë në mungesë në shtetin fshin grek për shkak të një vize të falsifikuar në pasaportën në vitin 2002. Kjo sjell një rrjedhë tjetër ngjarjeve, sidomos për subjektet apo gjyqjet që ka zonja Gjoka, dhe konkretisht që është një nga më të rëndësishmit, pra subjektet më të rëndësishëm të saj është zoti Berisha, dhe zoti Berisha, nëse kjo rezulton sikur se tregojnë dokumentat dhe është çuar, ky dokumenti është çuar në ILD, unë besoj sepse ka një fat për gjyqi Berishës, duhet të rinis edhe një herë si proces nga e parat. Por për më tepër mund të marrim një mendim nga zoti Rada. Zoti Rada, si e? Dgjoj, është e vërtetë ajo që ju tha. Ka një gjysmë fitorit se Berishës në këtë mes, për arsye sepse Berisha e ka akuzuar shpesh Irena Gjokën për falsifikim mbi emrash dhe për fshehje dënimi, por duhet kemi parasysh që ajo që thoshte Berisha është thjesht një informacion i sunguar, ndërsa më pas i shtonte vetë disa paragraf. Megjithatë, duhet kuptojmë që nuk është detyre politikës, por është pikërisht detyre drejtësisë edhe organeve që mbikëqyrin drejtinë, pra organet drejtësisë që janë mbi gjykatën dhe mbi prokurorinë, siç është KLG-ja dhe KLP-ja dhe shumë organizma tjerë, për të bërë verifikime të tilla dhe për të mos ia lënë politikës në dorë të spekulojë aq gjatë dhe në fund fare pastaj ta keq përdor të vërtetën në funksion të akuzave ndaj vetë politikanëve. Zonja Gjoka, nga verifikimet që ka bërë prokuroria e përgjithshme dhe më pas e ka transmetuar KLG-s për të marrë një mas, nëse do marrë mas apo jo për të përjashtuar, rezulton se ka fshehur një dënim për një vizë greke të falsifikuar në pasaportën e saj në vitin 2002. Nga ana tjetër, vetë drejtësia greke e ka arkivuar këtë si dënim, duke pasur pamundur ta zbatojë dënimin ndaj zonjës Gjoka, pra ta ekzekutoi dënimin, dhe si thua zonja Gjoka me gjas ka hyrë dhe ka dalë në shtetin grek disa herë pas këtij dënimi. Tani ne duhet kuptojmë të rrethanat që në radh parë nga ana njerëzore kemi të bëjmë një dënim vitin 2002. Në vitin 2002 Shqipëria kishte nevojë për viza në Maqedoni për të vajtur me pushime në Strug ose në Ohër, jo vetëm të rriturit, po dhe fëmijët merrnin leje të posaçme kalimi. E jo më në Greqinë, që ishte një nga vendet kryesore të Bashkimit Evropian dhe një nga vendet më aktive dhe ku shqiptarët ushtrohen aktivitetin më të madh. Në vitin 2002 ishte pamundur, si thuash, të vizitohet të afërmit e tu, cilët nuk kishin qenë vitin 90, cilët punonin dhe jetonin në Greqi. Herë me dokumentacion të rregullt edhe shumica dhe pa dokumentacion. Kështu që ne nuk i dim rrethanat se zonja Gjoka është shtyrë që të bëjë një vepër të tillë, pra të falsifikojë një vizë, sepse mund të ketë patur një situatë mjekësore familjare, mund të ketë patur një familjar të afërt, cili për një kohë gjatë se ka parë,
Nga ana tjetër nuk e dim nëse zonja Gjoka ka qenë apo jo gjyqtare në vitin 2002, sepse i thon këtu e 24 vite përpara. Pra, e ka shkelur ligjin në shtetin grek në cilësinë e gjyqtarit të Republikës së Shqipërisë, apo të një avokate, apo të një notere të pavarur, apo hiç të njeriu pa punë. Megjithatë, unë uroj që rasti i zonjës Gjoka, cilën unë personalisht e kam mbrojtur, pa një orë fare, por duke pasur besim tek integriteti i atyre që kanë kaluar procesin e vetimut, sot unë shpresoj që nuk ka rëndësi se në funksion të kujt vjen kjo dhe kush përkon duar në rastin konkret. Pra është Ilir Meta dhe Sali Berisha apo askush tjetër, por le të shërbej si një mësim edhe për këtë sistem drejtësie, cilin ne e kemi përkrahur pa kushte, por që shohim të bëjnë një cirk të tillë, qoftë në procesin gjyqësore, qoftë në procesin e hetimor ndaj disa figurave. Sepse në fund ditës nuk besoj se dhe ti vetë nuk besoj se kam mbetur njëri përfshirë dhe ty si gazetar, që nuk ka kritika ndaj sistemit drejtësisë me ato që po shohim edhe me mënyrën se si po funksionojnë hetimet, po edhe proceset gjyqësore. Ka një ardhje të shumë e drejtë kjo, për shembull, ose mund të jetë dënuar në mungesë pa pasur dieni dhe të dënimit më. Se mos të ketë dënimi është kollaj të ta mësosh, sepse do provosh herën e dytë të shkosh edhe do përballesh me sanksionin. Jo, ajo kishte mos gaboj 3 muaj heqje lirie dhe një gjop. Besoj nëse ka shkuar, i bita kenë arrestuar. Pra nuk thuhet që është arrestuar. Problemi është ose logjikisht zonja mund të jetë dënuar në mungesë. Dhe besoj unë të paktën, por kjo pak rëndësi ka. Zonja duhet ta sqarojë, sepse ne nuk kemi CV-n e saj dhe CV-ja e saj nuk është publike, sepse unë e kam kërkuar. Së pari duhet sqarojë nëse ka qenë gjyqtare në ato moment kur ka bërë këtë shkelje e para, dhe e dyta, për çfarë arsye ka guxuar ta bëjë këtë shkelje. Sepse ne kemi dëgjuar në vitin 2013, kur Edi Rama mori pushtetin, unë kam qenë një nga kritikët më të mëdhej zbatimit të ligjit të dekriminalizimit, që Lulzim Basha ja vuri si kush dhe Rama nxitoi ta miratonte. Sepse bashkë me të thatin, po digje edhe i njomi, edhe po ta mbash mend nga shtatori 2013 deri nga shtatori a tetori 2014, për ditë jemi të rreqë nga 4-5 zyrtarë të shtetit, sepse për ditë denonconte Partia Demokratike që filani ishte dënuar në Greqi dhe filani ishte dënuar në Itali, kryesisht në vende të fqinje ku Shqipëria ka pasur emigracion më aktiv. Mirë po, ata ishin njerëz të dënuar për shkelje të rregullave të emigracionit. Dhe ne nuk mund të kursejmë disa persona të dënuar në 94, pse kanë bërë shkelje të paligjshme të kufirit drejt Greqisë, t'i mohojmë të drejtën të punojnë në administratë, të zgjidhen dhe të zgjedhin. Pra, në ato vite, në fillimet e qeverisë së PS-s, u kthye në formë abuzive nga ana e PD-s, dhe fatkeqësisht me bekimin e Edi Ramës i binte telefoni titullarit, ministri, thoshte t'japi dorëheqjen, thoshte, ai drejtori i peshkimit, në drejtorinë në Ministrinë e Bujqësisë, e zama, njerëz pa peshë, pa vlerë politike, pa peshë politike dhe pa ndikim politik në zgjedhje. Kështu që në këto kushte, unë mendoj që së pari vetë zonja Gjoka duhet ta sqarojë. Mua më vjen keq që është heshtur kaq gjatë nga dita që Sali Berisha ka ngritur akuza publike ndaj zonjës Gjoka. Mua më vjen keq gjithashtu shumë keq që KLG-ja, KLP-ja dhe gjithë çfarë janë këto organizmat që mbikëqyrin sistemin e drejtësisë në kuadrin e hetimit dhe gjykimit nuk kanë reaguar më parë, por e kanë lënë sot duke pritur dhe një vendim të kushtetuesës për Sali Berishën, ndërkohë që këto organizma kanë nxituar më parë të dalin publikisht dhe të sulmojnë fjala bie, për shembull kryebashkiakun e Tiranës Iron Veliajn,
duke thënë me deklaratë zyrtare se mbështetësit e tij kanë penguar fugonin e policisë duke u mbledhur para godinës së GKK-s dhe kanë dalë me zezë mbi bar. Ndërkohë, për shembull, që për Sali Berishën që mblidhet çdo të hënë para dyreve të SPAK-ut, para dyreve të GKK-s, nuk marrin guximin të bëjnë një deklaratë se po i pengon derën, aq më tepër që Berisha po i shkon dhe me makinë personale të blinduar. Kështu që unë ndjek e qartë kur shoh që organet të cilat ne shpresojmë të bajnë një balancë mes politikës dhe drejtësisë, apo të sqarojnë paknajësitë e individit me sistemin e drejtësisë, heshtin dhe reagojnë vetëm në raste specifike, selektive dhe dukshëm që i vinë në funksion njërës palë politike. Ardit, nëse mba mend, ka qenë rasti i krybashkiakut të Shkodrës, ja harrova tani që pa të qenë dënuar ndoshta për ashash, ky që ka i Partisë Socialiste, nuk e mbaj mend tani për momentin, por emrin po ka Valdrin Pjet. Valdrini, bravo, dhe ka qenë dhe rasti i zotit Kajmaku, po Valdrini më mbrapa fitoi gjyqin me fjalë, por më duket edhe zoti Kajmaku rezultonte ish kryebashkiaku i Vorës, rezultonte i dënuar në Greqi pikërisht dhe nga gjykata e Janinës, ku mendoj vepra penale në atë kohë për Kajmakun ka qenë falsifikim parash për një diçka të tillë, dhe kur erdhi puna për faktin që kishte gënjur te formulari dekriminalizimit, u mor si i pandehur për këtë çështje. Ideja është që këta që çojnë tek ILD-ja nuk do ishte, me fjalë, fakti që edhe Kajmaku mos e ke ditur që ka qenë i dënuar, mund të dënuar mungesë, fjala vjen. A nuk e dinte zonja duke mos e ditur, ka një lloj si thuash, unë besoj të paktën se ka një lloj përgjegjësie për ta marrë vesh, sepse 20 e kusur vite nuk ka udhëtuar dhe njëherë tjetër në Greqi zonja për ditur ka qenë apo s'ka qenë dënuar që ta vendosë të dënim formularin e dekriminalizimit, se ky quhet mashtrim me ose falsifikimi i dokumentave. Dhe është vepër penale, besoj unë. Pra, pse ka shkuar në ILD dhe nuk është marrë pandehur, ja ke iden në sensin për ta... Jo, sepse Berisha e akuzon zonjën Gjoka, pse ke 2 mbiemra, pse ke 3 mbiemra. I kanë hyrë një çështje, si thuash, abuzive, raport me individin dhe me drejtat edhe me identitetin e individit, sepse ne nuk e dim, zonja mund të jetë dhe divorcuar, është e drejta e saj të ndryshojë mbiemrin e gjitha me radhë. Sa i përket dorëzimit, sa i përket dënimit, Greqia nuk është se ka përcjell dikur në Shqipëri dënime për ashtu rastet kur ishte i kërkuar për vrasje apo për krime të rënda në lidhje me emigracionin e palishëm apo falsifikimin e vizës. E treta, bëvaki që zonja ka vajtur e ka kryer vizitën në Greqi, është kthyer dhe me një indicje X apo Y ka nisur hetimi dhe prokuroria edhe prokuroria hetuesia greke ka dalë në konkluzionin që kjo vizë që ka hyrë ka dalë ka qenë falsifikuar. Neve nuk na dëmton kjo në këto rrethana që ndodhemi, pavarësisht se ligji e kërkon ta deklarosh. Mirë po, unë personalisht jam ndodhur një herë para plotësimit të një formulari dekriminalizimi për arsyet e mia, sepse tentova të merja pjesë apo të kandidoja diku. Unë nuk e bëja dot lidhjen nga viti 2021 deri 2002, a kisha jetuar ndonjëherë jashtë Shqipërisë më tepër se sa një muaj, sepse nuk e kam atë pasaport që ta verifikoj atë vizë dhe ta shoh kur kam hyrë dhe kam dalë. Dhe nuk kam asnjë sistem. Unë e di po që kam qenë diku rreth një muaj, por a do më peshoj kjo mua basi unë të zgjidhem me zëm në një post X të rëndësishëm që të më shërkën nga detyra. Pra, unë jo pa qëllimi u ktheva vitin 2013-2014, për të thonë që vetë ligji i dekriminalizimit përmban defektet e tij në pretendimet që kërkon. Ai ka qenë një ligj i kërkuar nga Lulzim Basha, i vendosur si kriter me marrëveshje me Edi Ramën
për të hapur procesin e integrimit dhe për të vijuar me reformat e gjitha me radhë. Nga ana tjetër, zonja në fjalë ka bridonim, e ka fshehur qëllimisht, do të mbaj kostot e saj dhe do të dënohet siç e parashikon ligji. Në të kundërt, nëse vërteton se nuk është ajo apo vërteton se nuk ka dieni apo nuk është njoftuar nga pala greke, se duhet pala greke ta verifikojë që ka njoftuar zonjën në Tiranë me një njoftim zyrtar, në të kundërt duhet që të përballet me një interpretim të gjykatës, si në rastin e Akim Kajmakut që thot ju, apo në raste tjera, ku pavarësisht se ka shkelur ato ligjin e emigracionit palishëm, nga ana morale neve kuptojmë që është për shqiptarët nuk mund dënohem se kanë kaluar kufirin për një jetë më të mirë, sepse ndryshe nga do dallonte drejtësia apo pretendimet e Sali Berishës nga ligjet e Ramizalis. Kështu që do kishim të dy të barabartë para arsyetimit. Rikthehemi sërish të dashur miq për shkak të një shkëputje të vogël jam në lidhje direkte me gazetarin Ardit Rada për shkak një problemi të lidhjes së internetit, detyruam shkëputjemi të kthehemi sërish me bisedën në studio. Zoti Rada, sikurse po ju thoja, është me fjalë pasi konsumuam bisedën për zonjën Gjoka dhe raportin e saj sot me drejtësinë, pra nga gjyqtare në e gjykuar dhe jo më e paragjykuar, desha të bëjmë pyetje tjetër që ka të bëjë po prapë me zhvillimet që janë në Shqipëri, sikurse është ftesa e Donald Trump për Edi Ramën për të marrë pjesë në bordin e paqes. Çfarë do të thotë kjo për mjedisin në Shqipëri, pra për një mjedis do të thoja politik i polarizuar midis palëve dhe kjo ftesë Trump a e zbej çike përsin e spakut ndaj subjekteve të saj, apo nuk e zbe, apo puna do vazhdojnë normalisht? Jo, polarizimi i skajshëm në Shqipëri ka ekzistuar prej vitesh e vitesh. Po ta mbani mend një televizion pranë Berishës, po edhe vetë Partia Demokratike, disa element hodhën fishek zjarre kur iku jurikimi, kur u zgjodh Donald Trumpi president për herë të parë, me shpresën se do ikte jurikimi, edhe Trumpi erdhi edhe iku dhe jurikimi mbeti atje ambasadore. Edhe iku kur donte ajo, edhe kur plotësoi ajo moshën e pensionit. E njëjta gjë ndodh edhe në rastin konkret që duhet kuptojmë se ka një raport shumë më të madh në botë mes shteteve se sa politikat provinciale edhe akuzat banale ose të përditshme ose të politikës brendshme, që ta themi me fjalë të bukura në vend, që janë politikat mes qeverive. Por në rastin se Sali Berisha do të ishte kryeministër, padyshim që një ftesë e tillë nuk do t'i vinte, siç i erdhi Edi Ramës. Dhe këtë e kam bindje sepse e interpretoj me pjesën që Sali Berisha është i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo do të thotë që së pari qeveria amerikane, Shtëpia e Bardhë, ka zgjedhur të komunikojë drejt për drejt me liderët e shtetit. Do të thotë që është një vlerësim shumë i madh për Shqipërinë. Unë dëgjova një cop mishi me dy sy që ka Partia Demokratike, që mbasi e knaqi i ati, e knaqi dhe i shoqi, tani e ka marrë kjo stafetën të interpretoj edhe të bëj si politikane, ku thoshte që ja ftesa e vërtet e Trumpit nuk është vetëm Edi Rama i ftuar, por janë dhe 100 tjerë. Thua se ndonjëri pretendonte se Trumpi do bënte marrëveshje me Shqipërinë për zgjidhur hallet e botës. Po, e kaluan nga i pa ftuar që s'do ftohet do ike do arrestohen, e kaluan pse nuk është kokë më kokë. Po pikërisht, pra, kjo është pjesa më qesharake e këtij personi që po them unë, që ka punuar dhe ministrit jashtme. Tani, halli tjetër është ky, që është vlerësim i madh për Shqipërinë dhe duhet marrë me një krenari të madhe
jo se është Edi Rama, por qeveria e Partisë Socialiste. Por ne jemi, kur i thot populli bishti kavallit, por ne jemi një popullat, 1,5 milion banor, me 28.000 km², nga cilat 3.000 kemi të përmbytura, e kupto? Edhe 20.000 kemi pas zot, dhe nuk e dim kush është prorari. Tani, Amerika nga merr neve, kaq seriozisht, sa që ne jemi dhe nga shtetet e para që marrin ftesën, dhe e publikojmë dhe japim konfirmim për të marrë pjesë. Tani merrni rastin, sikur Donald Trumpit mos e ftonte Edi Ramën, kush do të ishte reagimi i opozitës? Sigurisht që do ishte një reagim i ngjashëm dhe i ngjashëm dhe po pikërisht ato po thon pra që edhe kur e merr ftesën Rama prap do ketë fatin e Maduros. Unë uroj që Partia Demokratike, nëse nuk gjen forcën për të ndryshuar leadershipin, nëse nuk ka mundësi të ndryshojë, nëse ka mungesë organizimit brendshëm për një frym të re, të paktën të gjejë guximin, kurse Partia Demokratike Demokratët, të gjejë guximin të largohen nga Berisha dhe të shkojnë të orientohen drejt partive të reja opozitare, sepse është më mirë 7 shejtan të vegjël se sa një shejtan i madh që nuk i jep drejtim edhe nuk bindet për gjitha mëkatet që ka mbi vete dhe mbi gjitha vijon me këtë retorikën mashtruese edhe që nuk ngjit më. Bëhet fjalë për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, bëhet fjalë për personi i cili nuk ja hoqi non gratën Sali Berishës 2 herë që ishte president, bëhet fjalë për njeriu më të fuqishëm të botës, bëhet fjalë për aleatin më të madh dhe bëhet fjalë për një aleat të pazëvendësueshëm të Shqipërisë. Ju po të keni parasysh replikën që i ka bërë Donald Luja kur ishte ambasador, teksa negocionte nga Selia në Seli dhe doli nga Partia Demokratike në tentativë për t'i bindur që të votoni reformën drejtësi, i bën pyetjen mu tek Selia e PD-s, i bën një pyetje që kishte shkas retorikën e Josefina Topallit dhe i tha, ju po prekni sovranitetin e Shqipërisë. Dhe Donald Tusk i tha një përgjigje spektakolare dhe i tha, ne kemi luftuar për sovranitetin, për lirinë dhe për demokracinë e Shqipërisë, edhe kur ju vetë nuk e donit Shqipërinë. Më saktë, domethënë 44, 92, kur Shqipëri ishin 99% komunist dhe Amerika tentonte me ato metodat e veta, me diversante, me agentura për ta përmbysur diktaturën në Shqipëri. Kështu që ne Amerikës e kemi bërë shumë të madh pashlyeshëm. Sigurisht që kemi drejt të jemi kritik, por në rastin konkret s'kemi çfarë ta kritikojmë. Pse shteti amerikan fton shtetin shqiptar në tryezë? Unë, jo, absolutisht që nuk kemi se... Madje, ka dhe një fakto, Rada, se Shqipëria është një ndër të vetmit vende të Ballkanit Perëndimor. Dhe, jo vetëm Ballkanit Perëndimor, po do të thoja që një pjesë dërmuese në Ballkan, e cila ka konfirmuar absolutisht, duhet presin dhe për përgjigje tjera të shteteve tjera, por nëse ky bordi paqes dhe ftesat që Trump i ka quar disa shtete të botës për të legjitimuar atë që është, si thuash, një formë bordi ose tryeze që sateliti i OKB-s besoj që me ftesën ndaj Shqipërisë e legjitimon dhe procesin duke i dhënë një farë rëndësie dhe Shqipërisë në këtë proces, pavarësisht se absolutisht që ne nuk të kemi veto vendimmarrëse ndoshta për asgjë, po do jemi pjesë përbërëse edhe jo thelbësore e këtij takimit parë dhe duke parë pastaj në vazhdim, se si dihet për shkak të mentalitetit apo për shkak të nuk e di pse çfarë, por ama që Trump ka kërkuar ta legjitimojë këtë në disa shtete të botës dhe për këtë pjesë dhe për Ballkanin Perëndimor ka bërë pjesë Shqipërinë, do thotë se e quan vend aleat dhe thelbësore ftesën
Jo, pa tjetër që e quam vënd aleat, pa tjetër që ne jemi nga paktët vënda anëtare të NATO-s në Ballkanin Perëndimor, kam parasysh Kosovën, kam parasysh Bosnjë-Hercegovinën, edhe nuk e di se çfarë tjetër, por keni parasysh që kur vjen puna tek organizime të tilla me rëndësi globale dhe kur bëhet fjalë për të ftuar Shqipërinë, merren parasysh disa element që ne i harrojmë. Pra nuk merren vetëm meritat dhe dekoratat e Edi Ramës dhe të shtetit, se sa merren gjithë rrethanat historike të popullit shqiptar, merren parasysh qëndrimet që ka pasur Shqipëria her pas here, të cilat edhe pse kanë qenë pro-Izraelit, nuk e kanë mbrojtur kurrë, apo kanë gjetur hapësira për të distancuar nga genocidi apo nga masakra konkrete apo raste konkrete në Palestinë, keni parasysh që Shqipëria është zgjedhur dhe si një vend i cili ne e dimë pasaj ato zbukurimet që ka mbajtur hebrejnë gjatë luftës së dytë, i ka mbrojtur edhe i ka mbrojtur pa kusht edhe i ka shpëtuar dhe nuk ka dorëzuar asnjë. Ka shumë rrethana, shumë element të cilat e kanë bërë Shqipërinë vetëm të ftohet, por të marrë ftesë nga të parat, sepse po ta shihni, nga momenti që Donald Trump ka bërë ftesën, Shqipëria e publikoi për punë orësh. Në vende të tjera kjo nuk është më akoma çështje, akoma diskutohet a jemi as jemi të ftuar. Kështu që edhe këto kanë lidhje. Rada, faleminderit për kohën tate, besoj se do të di që kesh disa angazhime, besoj se do lidhemi sërish në një moment tjetër për një koment të ditës mbi aktualitetin. Të falenderoj edhe të përshëndes. Të dashur miq, faleminderit juve. Faleminderit. Të dashur miq, kjo ishte lidhja jonë e ditës sotme me të ftuarin e ditës në emisionin Pa Emër. Her pas herë do kemi të tillë ftuar si gazetar, analista apo edhe avokat që të flasin për çështje të ndryshme të ditës apo edhe të aktualitetit qoftë vendas, po edhe në geopolitik për tema saktuara që kanë interes publik. Lutem na bëni like, subscribe dhe na sugjeroni të miqtë tuaj. Falenderoj gjithëve që na ndoqët, publikut ose shikuesve nga Shqipëria, por dhe nga diaspora. Shihemi sërish, mirupafshim.